إنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. Falëndrimet dhe lavdrimet i takojnë Allahut Gjelle wa Ala, atë të vetmin e falenderojmë, vetëm prej tij falje ndihim, udhëzim kërkojmë. Atë të cilin e udhëzon Allahu nuk ka kush që e devion, ndërsa atë të cilin e devion Allahu nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka Zot i cili e meriton adhurimin përveç Allahut te baraka wa taala, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut. Paqja, mëshira, bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme dhe shokët e tij fisnik. Vëllezër të nderuar, jemi duke qëndruar në hijen e një prej fjalëve të Allahut azza wa jall, prej urdhrave të Allahut subhanahu wa taala në Kur'anin famëlar, që është faktikisht një pjesë e një ajeti, por se siç kemi kuptuar herën e kaluar me dimensione madhështore, përmbajtja, kuptimet, domethënjet, realiteti, ndikimi i këtij urdhri është i jashtëzakonshëm. Vëllezër të nderuar, kemi folur për fjalën e mirë dhe rëndësinë e saj, po edhe për ndikimin e saj tek njerëzit dhe rëndësinë në jetën tonë, në jetën qoftë ajo në aspektin individual, familjar apo në shoqëror, përgjithësi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vëllezër, veç si hyrje ka fol konform asaj që ka thonë Allahu azza wa jall, dhe e ka shtu veçorinë apo e ka shtu vlerën e këtij urdhrit, kur ka thonë wal kalimatu tayyibatu sadaqa, dhe fjala e mirë është sadaka. Pra në Kur'anin famullar dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kemi argumente, kemi tekste të ndryshme që na bëjnë të qartë neve dhe na mund dhe janë një mekanizëm i fuqishëm që na mbjellin vetëdijsimin ton për realitetin e këtij urdhri madhështor. Herën e kaluar, vëllezër, një prej eksperimenteve që i përmenda të doktor Masaru Emoto, doktorit japonez, shkencëtarit japonez, i cili kishte bërë me ujin dhe fjalët si ndikojnë tek uji. Edhe kemi tregu se fjalët e mira, si dashuri, si falënderim, si mirënjohje, vlerësim, përgjithësi fjalët e mira apo lutjet kishin ndikim shumë të bukur tek kristalet e ujit, të cilët u formonin në formë shumë simetrike, harmonike dhe estetike, dhe keni mundësi edhe me shiku dhe jo në internet, se sa bukur shndrohen kristallet kur i fol fjalë mira ujit. Edhe kemi thonë se njeriu përbëhet 70% apo më shumë se 70% prej ujit. Prandaj edhe ka ndikim fjala, ka ndikim të drejtë për drejtë në shëndetin ton fizik, në shëndetin ton emocional, në shëndetin ton shpirtëror. E një eksperiment po du me ja përmend sot, që kishte bënë një eksperiment tjetër që keni mundësi edhe ju me bë. Nuk ju duhet labor, nuk ju duhet mikroskop. Kishte zirë oriz, secili prej nesh ka oriz në shtëpi. Edhe çat orizin, tash se ai orizi kur zihet absorbon ujë. E çat orizi e ka ndajë në dy pjesë. Veç duhet të jetë izolimi i mirë. Edhe te njëra e shkruan që me ditë cila ka qenë dashurinë, te njëra urrejtje. Edhe i fol për çdo ditë, secilit ujin veti. Njëri i fol fjalë të mira, pozitive, fjalë dashurie, me njohje, vetëvlerësim, e njëri i fol fjalë të mdyta, të këqija, urrejtje, nënshmuese. Orizi është një, është zi në të njëjtën formë, në të njëjtat kushte vendoset. Amo keni me po dallimin, mas një kohë shumë të shkurt, ka me nis me u prish orizi që keni fol fjalë të këqija, edhe fjalë me urrejtje, fjalë jo falëndëruese, fjalë nënshmuese. Ndërsa ai oriz, cili ti foli fjalë të mira, keni me po ndikimin se sa i mirë ka me qëndru, sa i bukur, sa i shishëm ka me qëndru. A kështu është edhe me njeriu, vëllezër. Andaj këtë duhet të marrë serioz muslimanët, sepse urdhrat e Allahut edhe urdhrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk janë kot, kanë përmbajtje të mëdha, me pasojë afatgjate, me pasojë të thella, për efekteve që kanë përmend psikologët në raport me fjalën e mirë, që si musliman jemi të udhëzuar, të flasim mirë apo të heshtim, siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Kush ai që beson në Allah dhe në ditën e gjykimit dhe le të thosë mirë apo le të heshë, ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Le të thosë diçka të mirë. Edhe diçka në lidhje me çket eksperimentin, ndoshta me përmend se na në Islam, vëllezër, jemi të udhëzuar, të mësuar edhe ujit, kur ta pim ujit ti themi bismillah. Do thonë, jo vetëm ta mendojmë, apo ta themi në heshtje.
sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është thuhet qartë, bismillah, kur të hajmë, me thonë bismillah. Madje kur kanë dikush probleme me magji, me sihr, me mes, me prekje të shejtanit, me hased, me msysh, këshillohemi çfarë me bo. Edhe uji që e pim, me i lezu Kur'an, fjala më e mirë që është Kur'ani, me i lezu surën al-Fatiha, madje, edhe nëse ki probleme fizike, kemi këtë kallëzu më herët, se këshillohemi të përdorim edhe uji me surën al-Fatiha për shërim, ka ndikim, ka efekt. Prandaj, si përfundim, si konkluzion, çdo eksperimente që i ka bu ky shkencëtar, konsolidojnë absolut në mënyrë të prerë me mësimet, udhëzimet e fesë tonë. Fjala e mirë vëllezër, ka mundësi kur je në momentet më të vështira, kur je duke përjetuar sprova të mëdha, fjala e mirë ka mundësi me qenë shkëndi për sukses, për mos me u dërzu, për mos me dështu, sepse dështimi i vërtet është kur dorëzohesh, kurse me vazhdu rrugën. Prandaj edhe ka mundësi pasaj me u bë mekanizmi i suksesit. Fjala e mirë, ndikuese, motivuese. Shumë prej trive, kur t'ja përmend dikush fjalën just do it, i kujtohet më njëherë kompania, e cila është bërë e njohur me këtë slogan, just do it, po kjo e ka një histori vëllezër. E ka një histori pse just do it, që është kompania e dini e këpucëve Nike. Kanë qenë disa djelmosha që kanë dashur me të vërtet me bu diçka, me pru diçka në trek, në raport me këpucët sportive. Edhe, sikur që është edhe tek ne, zakon tek shumë njerëz, që nuk kanë dëshirë me i pa tjerë të suksesshëm, por se kanë qef me i pa ashtu që janë vetë. Folim fjalë të këqija, negative, ke motivuese, edhe ata kanë përjetu këtë val, demotivimi nga familja, nga të afërmin, nga shoqëria ku kanë jetu. Edhe janë mbledh një herë, amo ajo pika vendimtare, e fjala vendimtare, që e ka thënë njëri prej tyre, pasi që kanë dashur me hy dyshimet për këtë projekt madhor. Njëri prej tyre ka thënë këtë fjalë, just do it, veç bëne. Edhe e kanë bërë dhe historia pastaj është e njohur se çka ka ndodhur. Që u bë prej kompanive më të suksesshme në histori. Fjala e mirë vëllezër fuqizon vetë besimin, vetë vlerësimin. Edhe kjo i shton emocionet pozitive tek njeriu. Edhe e largon pastaj, i largon vjenit e këqija. Edhe ka mundësi me shërby, sikur ndryshim të kahjes nga e keqja në të mirë. Siç kemi përmendur edhe herën e kaluar në shembull. Por një shembull tjetër aktual të jetës sonë ku jetojmë tash, nga një prej ligjëruesve më të suksesshëm që i ka pas bota arabe, që nihet tërësisht në botën arabe, ka emrin Khalid Rashid. Ai në rinin e tij, vëllezër, kishte qenë prej lejtarëve të futbollit. Ishte dhënë pas futbollit. Mirë po, pas disa lëndimesh, e kishte pas në spital, 6 muaj ditë në spital, e kishte pas xhamin afër, ishte kohë Ramazanit. Aty kishte qenë piknisja, zanafilla. Edhe kishte nis me shku me fal taravijet aty afër spitalit. E kur e ka pasur këtë gjendje nëna vet, është gëzuar shumë. Edhe i ka kujtu fjala e babës vet. Ja ka përmend fjalën e babës vet, që kishte thonë nëse dikush prej fëmijëve të mi është i hajrit, apo ka hajrin to, është Khalidi. Kur e kishte thonë këtë fjalë, ti ligjëruesi, që është padrejtësisht në burg, që mbi 20 vite, tash bën 20 vite, që është në burg, padrejtësisht në Arabinë Saudite, atëherë kishte ndryshu komplet mendësia e tij, ju kishte qasë rrugës sa Allahu Azza wa Jall. Edhe pastaj historia njihet, është bërë prej ligjëruesve me ndikim në botën arabe, për hajër. Edhe so njeri, edhe në vazhdimsi udhëzohen njerëzit përmes ligjëratave të tij që qarkullojnë nëpër rrjetet sociale. Fjalët e mira vëllezër, kur njerëzit kur i shihni që kanë angth, kanë frikë, kanë probleme, ma e keqja që ki mundësi me shku të haj me bo, është çka është ma e keqja që mund të me bo. Ma e keqja që mundesh me bo është me shku të haj në emër të qenit realist, me ja përmend problemet edhe pasojat negative që munden me ndodh. Ndërsa ajo që është e vetmja e kërkuar, edhe e domosdoshme është fjala e mirë. Fjala e mirë, që ngjall optimizëm, që madje ka mundësi me bu edhe sebeb me u shëru prej smundjeve fizike, jo vetëm se emocionale. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka pa dikant të smur, çka ja thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ka thonë la bes, tahur inshallah. Ku gjos është kjo? Është çështje e vogël kjo. Pastrim inshallah.
Prandaj edhe e largon ankthin, frikën, fjala e mirë. Efektin e ka të hatashëm. Fjala e mirë vëllezër ndërton marrëdhëniet. Marrëdhëniet me disa fjalë, diçka që është prish edhe mes njerëzve ka mundësi me u ndreq. Me disa fjalë shumë familje shpëtojnë. Shumë familje, shumë fëmijë nuk mbesin jetima. Ndërsa me anën e kundërt, me shumë fjalë të këqija, shumë fëmijë mbesin jetima edhe shumë krime ndodhin. E sa çifti bashkëshortor e ka shpëtu martesën e tyre përmes disa fjalëve të dikujt të mira me vend. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe këtë na ka urdhëruar faktikisht. Edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çish është transmetuar lem yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahhishan. Pejgamberi alaihi wasallam nuk ka qenë i fliqt me gjuhë. Domethënë kjo fahish o mutafahish lazi ka një dallim. Dikush që fol vazhdimisht fjalë këqija që ju ka bëu si karakter, që është gradë shumë e keqe te dikush me pas këtë. Nuk ka qenë kështu pejgamberi, të keqen kur nuk ka pas karakter. Por se edhe kur është hidhuru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka fol fjalë të këqija. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai është i cili na ka mësuar më i miri për ju që ai i cili ka akhlakin më të mirë. Fjala e mirë nuk është vetëm se mjet për komunikim, për me u marrë vesh. Hajde ora 8, shko ora 6, mos u vono, ku po takohemi, ku po shkojmë, ku s'po shkojmë, çka po hajmë, çka po pim, mjet komunikimi, me u marrë vesh. Nuk është kjo, është energji vëllezër, ose harroni këtë. Është energji, është ndikim, edhe është përgjegjësi për secilin prej nesh. Ne duhet të pas kujdes se çka po flasim, edhe si po sillemi, edhe çka po i thojmë dikujt. Një ngjarje vëllezër shumë prekse, një ngjarje shumë impresionuese që e dëshmon, e vërteton, e mbështet këtë që po themi vëllezër. Ka ndodhur me Umar ibn Khattab, i cili na mëson neve që kështu me reagu, sepse fjala e mirë jo vetëm se direkte, por se edhe indirekte ka efekt, siç e kemi treguar me ngjarjen e Abdullah ibn Mesudit të herën e kaluar, kur i tha atij që këndonte se kur ta kishte shfrytzuar ma ajmala hadha as-sawt law kana fi kitabillah, sikur sa i bukur ky zë, sikur ta kishte shfrytzuar në librin e Allahut dhe ai pastaj u përmirësua. Me Umar ibn Khattab vëllezër një ngjarje tjetër shumë interesante. E ka thënë Ibn Kathir rahimahullah në fillim të surës Ghafir, sepse lidhet me ajetet e fillimit të surës Ghafir. Një burr i fuqishëm nga Shami, i fuqishëm edhe trim, shkonte në Medinë, edhe shpesh e vizitonte Umerin radhiyallahu anhu. Edhe kishtin me xhliset e tyre. Edhe sigurisht se kanë kalu mirë me Omar ibn Khattab, edhe në pas një kohësh po i mungon, po e vren mungesën Omeri radhiyallahu anhu të këtij personi nga Shami. Edhe po i pyet ata të pranishmit, ku është filani biri filanit? Edhe po ja japin një lajm jo të mirë. Po i thonë ka filluar me pi alkool. Domthonë e ka lënë rrugën e mirë dhe ka hyrë te rruga e keqe. Edhe Omeri radhiyallahu anhu shikoni vëllezër çfarë reagimi i bukur. Me njëherë, po i thot atij që ka shkruajt, ju ka thonë, ec këto, edhe thot shkruaj. Min Umar ibn al-Khattab ila fulan ibn fulan, selamun alejk. Dhe prej Umerit, e birit të Khattabit, tek filani biri filanit, në paqja qoftë mbi ty. Thot, unë e falenderoj Allahun azza wa jall tek te, apo pranteje, apo kur drejton aty, po e falenderoj Allahun azza wa jall, do të kujton me falendëruar Allahun subhanahu wa taala. I cili është i vetmi Zot që nuk ka tjetër përpos tij, që nuk meriton adhurimin përpos tij. Edhe ai që i fal mëkatet. Çka? Ghafiru dhanb. Kjo është në surën Ghafir. Ghafiru dhanb. Dhan falës i mëkateve. Dhe ai që pranon pendimin, ai që dënon, që dënon ashpër dhe rrept. Edhe në fund ai që ka të mirat shumta. Këtë letër të shkurt po ja dërgon. Edhe po i thot shumë vetë lut në Allahun që Allahu t'ja mundsoj vllaut që të kthehet me zemrën e tij, edhe që Allahu t'ja pranojë pendimin. Tash subhanallahu vëllezër, dëgjoni mirë, kur i arriti kjo letër atij personit në Sham, edhe po e merr, edhe po e lexon, edhe po e përsërit. Po e merr, po e lexon, po e përsërit. Edhe kur e lexoi këtë vëllezër, u ndiku shumë, edhe filloi me qartë. Edhe po thot, shiko, po thot ky person thot, po ma tërheq vrejqen dhe po ma premton apo pendimin, që pranon pendimin, që Allah azhe ka me më falë. Edhe tojnë e kalon këtë mëkat, edhe është këti rrugës Allah subhanahu wa taala. Kur mor vesh Omeri radhiyallahu anhu për këtë çka fa ndodh me këtë person, ha këdhe fasna'u. Dhe kështu veproni kur e shihni vllaun tuaj që ka rëshit, se secili ka mundësi me rëshit.
Ama me nënësi për neve është që me ditë që me reagu, që me folë, çka me ju drejtu ati personi. Edhe i ka thonë Omer radiallahu anhu kur ta shiti dikën drejtone, mundoni me drejtu edhe mundoni me ndihmu. Edhe, shikoni, shumë bukur kjo në fund. Kjo këshill në fund është shumë madhështore. Lutni Allahun që Allahu t'ja pranojë pendimin e mos i ndihmoni shejtanin kundër tij. Mos i ndihmoni shejtanin kundër tij. I kam vëllezër edhe disa ngjarje po edhe një për përmendje paqetë se kallzon me vërtet efektin madhështor të fjalës së mirë dhe rëndësisë së njohjes apo dijes qysh mi u kundërpërgjigjet dikush kur të sulmon me fjalë të mirë. Është ngjarja e Ibrahim ibn Adham vëllezër. Ky adhurues i madh dietar, adhurues i madh. Kjo përgjigje më ka fascinu vëllezër, ka mahnit. Në atë kohë kur qeveria, do civilizimi islam kishte lulëzimin edhe muslimanët dominonin botën. Amo tek muslimanët jetonin edhe pjesë prej krishterëve dhe jehudëve. E një ditë, subhanallah, këtë dietar të ndershëm, një jehud, po e sheh edhe me një formë provokuese. Shikoni çfarë pyetje po e pyet. E kishte një qen me vete, edhe po i thot, çka mendon ti? A mjekra jote është ma e pastër apo bishti i qenit tem? Jo, çish kishni përgjigj këtu vëllezër? Çish kishni reagu ju këtu? Prapa e kishni pas qeverin që i ka respektu dietarët. Kishte pas mundësi më një herë me i marrë masat, ama shikoni edukatën, shikoni edukimin e mirëfillt të këtij dietaret. I tha, sikur mjekra ime tyje në xhennet, atëherë kjo do të jetë më e pastër se bishti i qenit tënd. Mirë, por nëse mjekra ime hyn në xhehenem, në zjarr, atëherë kjo është më e papastërt se bishti i qenit tënd. Kur i ndëgjoi këtë fjalë, ky jehud, jahudi, u trondit me të vërtetë edhe tha ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Që kjo akhlak është vetëm i pejgamberëve. Pra e pranoi Islamin vëllezër. Fjala e mirë ka qenë gjithmonë sebeb njerëzit me udhëzu. Edhe ju secili prej jush, disa ndoshta nuk janë allot mirë të udhëzuar. Porse nëse bëhet diçka sebeb për me udhëzuar, është fjala e mirë, jo diçka tjetër. Fjala më e mirë e cila është fjala e Allahut azza wa jall. Në raport me klasifikimet e fjalëve të mira, këtë nuk kemi më të tash me shpjegu. Nëse na vjen rasti në një herë tjetër me lejen e Allahut azza wa jall kemi me shpjegu inshallah. Deri atëherë ju kujtoj vëllezër që ta lutni Allahun azza wa jall që t'ja përmirësojë gjuhën, fjalët, sepse nuk ka mundësi dikush me qenë i zhytur në një cilësi apo ves të fjalëve të këqija edhe pastaj me pretendu se ka zemrën e mirë. Kjo është e pamundshme. Nga koncepti islam kjo është e pamundshme. Prandaj fjala e mirë aludon se e ki zemrën e mirë. Za fjala e keqe aludon se e ki zemrën e keqe. E jo ndryshe. Sepse edhe në këto sfera vëllazni ka formula. Sikur se formulat matematikore. Kur themi 1 + 1 = 2, s'ka mundësi mund ndryshu kjo. Edhe këtu është çështu. Edhe këtu është çështu, nuk është ndryshe. Prandaj lutem Allahun azza wa jall me ja mundësu me fol fjalë të mira, fjalë më të mira. Alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.